për artin, për kulturën, për ekonominë, për ushtrinë, për të gjitha. Kjo më dhem mua, sepse unë duhet banoj në Korçë. Dhe zhgënjimi më i madh që u tha, të banoj se tha, si që i jargonit, duhet jetoj në Korçën që dua, kështu ka qenë? Korça ku duhet jetoj, jetoni në Korçë. Dhe me që kemi në senjtore në këtu do në klasën e parë fillore, këtu e kam filluar dhe janë shumë nderuar. Ajo vjersha e bukur e Naimit dhe të thyrë mbrapshtëni, jo lumja time e Korçëruj. Vazhdimis po e them, faleminderit shumë. Unë jam një njeri që qitë dhe prindarin time e kam bërë në Korçë, me që se jam marrë me një profesion që ka të bëj me artin, ndjej shumë dhimbje për artin në Korçë. Sepse trupat artistike që janë pranë qendrave kulturore këtu, që për parantezë është një turp, sepse dikush që pare e tha për këto kullët inxhinjeri nderuar, kurse fjala me në artist ka dalë kështu. Zyra që ka kryetari bashkisë është më e madhe se salla e koncerteve që bën prova orkestra. U prishën sallat e koncerteve dhe sallat e provave në Pallat Kulturës dhe u bën zyrat salla koncerte. Kini hyrë ndonjë në galerinë e arteve këtu? Është turp. Korridori është galeri artesh e Korçës. Trupa, Kori Lira, simboli Korçës, është atrofizuar. Sepse nuk është për politikë kulturore në këto 20-24 vjet. Orkestra u shkatrua nga 52 veta që vipi koncertu, 30 veta vi nga Tirana. Mercenarë. Dhe këta kanë 5 muaj që paguen dhe s'kan punuar një orë. I kanë nga taksa tona. Para kanë shumë për të thënë, por po them prapë edhe që dha miku im Grameno. Duhet vrasin frikën. Duhet vinë gjithë këtu. Duhet të themi fjalën tonë, sepse fjala jonë bën që të ndryshoj ky sistem. Unë kam qenë në 90-ën me lëvizjen që u vë, dhe në një farë mënyrë e vram frikën, po në shgënjyen shumë. Kurse tani brezëri do t'i marrë gjitha në dorë, sepse nuk kanë çfarë humbin, ose të largohen. Për artin, për kulturën, për ekonominë, për ushtrinë, për të gjitha. Kjo më dhem mua, sepse unë duhet banoj në Korçë. Dhe zhgënjimi më i madh që u tha, të banoj se tha, si që i jargonit, duhet jetoj në Korçën që dua, kështu ka qenë? Korça ku duhet jetoj, jetoni në Korçë. Dhe me që kemi në senjtore në këtu do në klasën e parë fillore, këtu e kam filluar dhe janë shumë nderuar. Ajo vjersha e bukur e Naimit dhe të thyrë mbrapshtëni, jo lumja time e Korçëruj. Vazhdimis po e them, faleminderit shumë.